Jemi sërish bashk. Para se të ndjekim rubrikën e radhës, bëjeni like në faqen tonë në Facebook dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube me të njëjtin emër Prive Klan Kosova. E tani çka është e vërtet e çka e pa vërtet, e ndjekim në vazhdim. Ledri Vula për pushime me të dashur në Dubai. Kjo nuk është as pak e vërtet. Ish reperi Ledri Vula ka ca ditë që ka udhëtuar drejt Dubait. Ai nëpërmjet rrjeteve sociale ka publikuar edhe disa fotografi duke shijuar momente kënaqësie në Dubai. Në fotografitë e para të tij, Ledri ishte i vetëm, gjë që ngjallën dyshim që reperi ishte në shoqëri të një femre. Mirë po kjo ra në ujë, ku Ledri pas disa fotografive zbuloi edhe bashkëpjesëmarrësit e pushimeve të tij, të cilët janë prindërit. Këngëtarja Rozana Radi lë muzikën. Kjo është plotësisht e vërtet. Rozana Radi do të vijë në një duet të dytë me Ramadan Krasniqin për t'i dhënë lamtumërën e përkohshme muzikës. Kështu është bërë e ditur në intervista që ka dhënë këngëtarja për disa portale shqiptare. Kanë kaluar 2 vite nga bashkëpunimi i parë mes Rozanës dhe këngëtarit Ramadan Krasniqi. Kësaj rade ata rikthehen me një këngë ritmike e cila tashmë është në përgatitje. Ndryshe Rozanën për një kohë nuk do e shohim në skenën muzikore, por atë të teatrit. Këngëtarja do të nisë provat për një shfaqje të zhanrit komedi, që do të interpretoj krah aktorëve Julian Deda dhe Gen Zenelaj. Gerim Destani në një film të ri në rolin e kalorësit mesjetar. Kjo nuk është as pak e vërtet. Sipas disa portaleve vendore është thënë që Destani sapo ka nisur projektin e tij më të fundit. Bëhet fjalë për një film epik që trajton epokën e mesjetës. Po ky film është realizuar në Gjermani në vitin 2010 me titull Die van der Höhe, që nga shfaqja e tij filmi ka pasur 10 milion shikues në Gjermani. Ky nuk është projekt i ri, po për çdo risi, Prive me vlerimin do të vijë. Ich komme wieder. Ich bringe alle auf den Scheiterhaufen, die mir das angetan haben.